Mirë, dakord, nuk ka rëndësi. Se cili vënd ka qenë kongres zgjedhor atje. Ndalet tek rezoluta e vet, po themi. Dhe për Shqipërinë kjo është miratuar. Miratuar disa Europa ka probleme, tjera nuk ka probleme se çfarë po ndodh Berishës në Tiranë. Ato e për të unifikuar qëndrimet e partive. Po më jam, para se të bëj një pyetje tjetër. Frymën, ylli ta thash edhe një herë, ti e ke memorien e gjallë dhe di shumë mirë që Internacionalja Socialiste sa herë mblidhej bënte për nanon. Dhe nano, edhe ishte për internacionalen, do ishte në burgë edhe sot e kësaj dita. Dakord. Gjithë diskutimi... Ka ardhur në Shqipëri kryetari nacional, Luis Ayala, disa herë. Gjithë diskutimi këtu është që a i shërben procesit zgjedhor dhe mjedisit politik një parti politike opozitare me një farë kuazi mbështetje nga jashtë apo jo? Dakord, përveç kësaj, dhe zhbërja që i bën Rama, alibia e humbjes, thot Edi Rama, pas ka filluar në gjirin e PPE, ku Salla Boshe, partive si Motra, pas ka votuar unanimisht flet rufen e kënetës madhështore për humbjen e lirisë së zgjedhjeve, një tekst kuash që tregon se iluzioni i ëmbël i Latif Magjistarit po ja lë vendin ndjesisë së pika. Dakord. Apo ndjesisë së pika e ka mund këtu në foto se duhet vazhdoj, po ndjesisë së humbjes, së madhe të humbjes. Në hyrjen tënde kishe një gjetje shumë interesante që... Okej. Ndjesisë së hidhur madhështore, 11 majt. Pra përgjithsisht partitë po kërkojnë vëmendje, jo mendjen e njerëzve. E kishe shumë të saktë atë dhe kjo po ndodh. Ti jemi realist dhe edhe dalja Berisha sot në breaking news, që të thot Berisha, edhe luet me vëmendjen, luet me perceptimin. Të gjithë prisnin do një lajmi madh nga SBA, faktikisht e rezolut. Asgjë. Për Berishën, është shumë prasë, të thash që po kërkon të tregoj që kam mbështetje ndërkombëtare. Sepse i ngreu njerëzit, i majti me garet, nesër deri garet i ri, domethënë është teknik. Okej. Mori vëmendjen. Nuk është se ndikoj tek mendjet e njerëzve. Ka dashur ta potencioj pra, se kaloj vetëm me një lajm. Gjë është dhe Rama, merr vëmendjen. Dhe merr me batutën, merr me spektaklin apo me këtë gjë. Një gjë doja të pyesja. Më fal, vetëm për një ndërhyrje. Fal, kujtova se mbarova. Jo, pa shkuar te vëmendja, se kam material tjetër më vonë pastaj. Problemi i vëmendjes, se kisha edhe një marak. Domethënë, a duhet të trembet njerëzit tani se po bëhet nami me zgjedhjet apo jo? Është një balans shumë e vështirë për të gjë. Për të ruajtur. Shumë pra, e vështirë. Nga njëra anë është nevoja që Berisha dhe PD-ja të tregojnë që vjedhjet mund të kenë probleme, zgjedhjet mund të kenë probleme, nga ana tjetër mos të trembën dhe votuesit. Meritani pastaj te gabimi i përhershëm që deri në zgjedhje jemi mirë, pastaj ndodh diçka dhe libri i zi. Dhe kjo është një gjë që Dakord. Po, Neritan. Vetëm për të plotësuar, po ta shikosh, Berisha goditi pikërisht, le të themi, kalin e betejës së Ramas, antar të Bashkimit Evropian vitit 2030, ndërkohë deklaroi që në qoftë se vazhdojnë këto, atëherë do Rama, domethënë kemi Partitë Popullore, kryeministrat, vendet e tjera që nuk do ta lejojnë. Që mund t'ia djegin këtë kartën e BE-s, Edi Rama. Duke sikur godiste pikërisht kalin e betejës. Nëse në një mënyrë po e quajmë që është pak disfatiste, le të themi, ky varianti i zgjedhur nga Berisha. Një ekuilibër i gjetur. Mirë, tjetë një ekuilibër i gjetur, po nga ana tjetër Berisha duket sikur flet si fitues, kur thot, do vazhdojmë të denoncojmë, ta dinë mirë terroristët, kudo ku janë, më 12 maj shpallen organizata terroriste. Do punoj fort me komunitetin ndërkombëtar të shpallin organizata terroriste. Dhe Edi Rama do shkoj me këta. Po këtu po flet si fitues? Atëherë, në dallim nga fitimi, mendoj që asgjë nuk ka përndodhur në këtë bastin e Saliut me çdo thuash që nuk do shpallen organizata terroriste? Jo, nuk ka përndodhur që domethënë që do humbi zgjedhjet, po marrim opsionin humb zgjedhjet dhe largohet, nuk ka për të larguar. Jo, s'po them largohet, po do ketë problem me shpjegimin. Do jemi po në të njëjtën situatë politike, pak a shumë të dy palët, të dy partitë të mëdha, po projektojnë sjelljen e tyre të pas datës 11. Dakord jam. Kemi realist. Jam dakord patjetër. Dhe cili do qoftë skenari, për të qenë fair, se ne nuk e dim, ne nuk mund të paragjykojmë, po cili do qoftë skenari, si fitoi PD-ja, si humbi PD-ja, Berisha është korrekt. Do vazhdoj të denoncoj atë që ka pa, atë që mendon ai që duhet denoncoj si e keqe. Shumë dakord, vetëm se në zgjedhjet 2013, më fal që po ndryhoj, Berisha tha 2 ditë para zgjedhjeve, e pyeti një gazetar, nuk e di, ndoshta Erla Fara ka pyetur. I thanë, a do ketë manipulime? Le ta provoj ti prek një votë, nuk do prek asnjë votë Rama. I takon ta thot atë. Me sigurisht, të është i detyruar ta thotë. Jo, po tani po thotë i mund të preken. Po prek këtu. Çfarë ka ndryshuar dhe çfarë tregon kjo qasë? Ta vizitojmë Berisha që nuk do preket asnjë votë. Ka një ndryshim të vogël. Jo ka ndryshim të madh, jo të vogël në qasje.
ndryshimi është vërtet shumë i madh, por ka një, domethënë, është shumë vështirë, e thash edhe herë, shumë vështirë ta gjesh të balancë. Unë mendoj që si Rama si Berisha në deklaratat që bëjnë janë duke projektuar sjelljen e tyre të pas datës 11. Në të dyja këndvështrimet e Rama me një siguri pak gati deri në arrogancë, dhe duhet ta themi këtë gjë, me një siguri, po themi absolute, që japin jo sondazhet, jo këto, jo sjellja publike e Ramës, që për mua është arrogancë e pafalshme, për mendimin tim, domethënë. Nuk e di si e çmojnë PPS-s, po thelbi është që pak më humble do ishte më interesante loja, edhe pak më bashkëpunues. Por kjo është temë tjetër. Ndërsa Berisha po luan me të dyja portat, me të dyja skenaret. Pra po thotë që si fitova, si humba, unë këtu jam. Tani, kjo është e qartë.